Mirëmëngjes të gjithëve. Ishte erdhët në Reze Dielli. A keni bërë ndonjëherë pyetje vetes çfarë po ham realisht? A i lexojmë ndonjëherë ato etiketat e ushqimeve që konsumojmë? Sepse realisht ajo që shohim në paketim shpesh nuk është dhe ajo që ham. Për shembull, në raftet e supermarketeve, shumë produkte duken të shëndetshme, të shkruara bio, light, pa yndyr, pa sheqer. Por realisht, nëse i referohemi përbërësve më poshtë në këto etiketa, a ka apo jo vend për manipulime? Si duhet të bëhemi konsumator më të zgjuar për të zgjedhur, për të lexuar mirë etiketën përpara se të marrim produktin për ta konsumuar? Çfarë manipulimesh bëhen nga prodhuesit që ne si konsumator e ham sapunin për djath, thot populli. Do ta zbërthejmë këtë logjik, do ta zbërthejmë këtë problematik për të kuptuar më tepër për të vërtetën manipulimet pas etiketave ushqimore, si t'i lexojmë ato dhe si të mësojmë çfarë fshihet në produktet që ne konsumojmë. Do të jemi në bisedën tonë me Altin Jokën. Ndërkohë, ka nisur java, ka nisur prej disa ditësh java e kulturës italiane, dhe drejtori i Institutit Kulturës Italiane do të vi këtu në studion tonë për të na rrëfyer diçka më tepër rreth aktiviteteve të ndryshme që po mbahen jo vetëm në Tiranë, por edhe në qytete të tjera të Shqipërisë, për të na afruar më shumë me këtë kulturë, për të mësuar diçka më tepër. Në kuzhinë kemi receta fantastike të shijshme, kështu që edhe anvisat i ftoj të gatuajnë me ne edhe të bashkë bisedojmë në orën dedikuar anvisave. Dhe ja po fillojmë me Albanën. Mirëmëngjes. Mirë se të gjitha në kuzhinë. Mirëmëngjes anvisave që janë duke pritur për të gatuar ose për të mësuar recetat. Ide recetash? Ide të ndryshme. Kemi 3 ide dhe sot, besoj. Po. Thashtë ide e parë pak brumë, se sikur së ndihesha mirë, më mungon të pak brumi. S'kemi gatuar këtë ditë në fakt. Këtë ditë, po. Atëherë bëjmë një byrek me petë të lagura. Gjë që më duhet, pa tjetër mielli, vezët. Tek mielli ndështoj vezë, ujë, krip. Pra, kjo është zënja e brumit. Garda e parë. Mbushja ma më duhet, mendova që të vendos djathë bardhë dhe pa tjetër prosciutto. Prosciutta i shkon jashtë mase, dhe nëse një antar i familjes, për shumë nuk e do atë djathën, ose vetëm me spinaqin, ajo prosciutta është që e dashurojnë që të gjithë pjesëtarët e familjes, te i madhi, te i vogli, dhe prosciutta e pulës, sidomos, se prosciutta e pulës është akoma dhe më e mirë, unë e kam marri bëj një prerje. Po, sallamin tonë i saj, prosciutto pule, prosciuttat të tjera, është një kënaqësi e përditshme që shporta i saj na sjell këtë mundësi për të përzgjedhur. Ne zgjedhim dhe gatuajmë. Kemi kabanos, prosciutto pule, parizier, gjitha produktet të cilat i përmban një shport e tillë, me këtë ambalazhimin premium që i ndihmon produkti të jetë më freskët dhe i mirë ruajtur nga agentët e jashtëm atmosferik. Fillimisht ky proces do të kaloj pra me grirjen e prosciuttos së pulës, për ta ngrirë atë në copëza më të vogla. Dhe sa ndodh ky proces, ne shohim në ekran të renditur produktet e recetës. Shifeni një ngrirje e tillë. Byrek me petë të zjera, me djathë dhe prosciutto. Siç tham, për petët do të zëmë një brumë me 5 vezë, një lugë çaji krip, 3-4 lugë gjelle ujë, 500-600 gram miell, ndërsa për zjerin e petëve do të kemi 2 litra ujë, 1 lugë gjelle krip, 1 lugë gjelle vaj. Do ta mbushim me 300 gram djathë të bardhë të thërmuar, 150 gram prosciutto, një tufë majdanos, 150 apo 200 gram gjalp të shprirë. Kemi gati prosciutton, po përgatisim pak a shumë mbushjen. Bëjmë mbushjen fillim fare. sërish
kalon. Gati për t'ia shtuar pastaj djathin dhe me radhë. Një që ka të sasinë e kripës, erëzat. Pra nuk shtoj asgjë krip, asgjë nuk shtoj këtu se normalisht djathin do bëjmë mbushjen fillim fare që mos të merrem vetëm me brumin. Po. Sepse brumi vërtet që ka pak punë. Shtem edhe një copë djathi të bardhë. Dhe shkon në shije. Grimsuar. Po pa tjetër që E provon dhe në qikë për krip, se... pas ka krip. Okej, në këtë që të tregon që ne nuk do t'i shtojmë më krip. Do t'jetë pjesa e mbushjes, pasi të kemi zënë, këtu kemi shtuar edhe mielli. Ja. Kjo është e shfarduar. Si del në fund një byrek me petë të zjera, me petë të lagura, ndryshe nga byrekët që kemi sjell deri më tani, do t'i japim një tjetër formë gatimi dhe një tjetër shije, pse jo, për ta ndjekur, studiuar deri në fund procesin e përgatitjes së saj. Gati mbushja me pak majdanos, proshutën dhe djathin. Edhe proshutën dalë më njanë që të kemë Nëse do t'na duhet të hapë edhe petët, prandaj. Proshut, ja tek e kemi pjesën tjetër nga i saj. Tu kam vendosur në tenxhere 2 litra ujë që të zjej, po. Ja, edhe këtu të bëj pak tretin e gjalpit. Tu kam miell, diku te 500-600, unë akoma s'kam vendosur 600 gram miell. Dhe do të shtoj vezët. Njëra pas tjetrës. Duket që kërkon pak më tepër vezë kjo recet nga brumrat e tjerë që përgatisim, nëse i shtojmë njistemi sa për ta zbutur e për ta dhënë atë efektin e vetë. Kjo recet kërkon 3-4-5 gjatë gatimit. Masën e kripës. Dhe përzjejmë. Duket sikur po bëj një brum makaronash. Pastash. Pastash tingëllon më këndshëm kur themi te vezët. Shtoj. Sasin e ujit. Derisa, unë të kem tani gati për ta zënë. Pra zihet vetëm në vezë. Pra do ta zëmë fillimisht këtë brumin e, do hapim edhe petët. Ndërkohë aty kemi vendosur pak gjalp. Gjë që është e spostoj, e transferoj larg nxehtësisë. Kemi përdorur për këtë byrek, mielin për çdo përdorim, ai që na shpëton gjithmonë kur duam të gatuajmë diçka me brum. Nga Atlas, mielli për çdo përdorim Ola, është një miell që na shërben për përgatitjen e byrekut, bukëve, lakrorit, skotave, gjithçka. Pra është një miell universal, ndërkohë sa nga miellet e llojeve të tjera të miellit nga Ola ju i shihni në ekran. Edhe miellin e thekrës që kemi në dispozicion për të përgatitur një bukë thekre në të ardhmen, në ditët në vijim, pse jo. Por edhe në çdo dollap të familjeve tona gjendet patjetër një pako miell, sepse në mos gatuajmë byrek, bukë, biskota dhe pica, çdo gjë tjetër në shtëpi, na duhet për gjëra të tjera më të vogla, më praktike, më të shpejta.
që du të kemi një miell të sigurt, me një ambalazhim perfekt, sigurt po ashtu që na ndihmon që produkti, siç është mielli, që është një produkt delikat, të jetë i freskët, mos jetë i ajrosur mirë, mos ketë lagështirë të shumt dhe të ketë gjatësi, themi ne, në dollapin ton. Brumi është gati, i verdh nga prania e vezëve. Do punohet mirë, sepse akoma nuk është i punuar. Duke e ndihmuar sigurisht me pak miell. Shiko, është akoma. Dhe duhet punuar në çik mirë tani që të marrë atë trajtën e duhur, të ngjeshet mirë produkti. Ka del një brum i verdh. Brumi është gati, kurop, e gjithë sipërfaqja. Merë, është pa miell dhe brumi nuk është ngjitës, atëherë do thotë që është gati. Po. Pastrojmë gjithmonë duart. Tani është duket që nuk ngjit më dhe punohet kollaj fare. Pastroj duart dhe Tani do ta ndajmë në kulaçka së gjithmonë, që të fillojmë t'i hapim. largoj pjesën që s'vë duhet, sepse më duhet vendi i pastër. Kjo është masa e brumit, kjo është masa e mbushjes, uji është duke zier që të vendosim më pas petët, sepse ky byrek është me petë të lagura, petë të ziera. Dhe vëmendjen deri në fund për ta ndjekur procesin, si do të vijoj tani. Do bëjmë kulaçka, do t'i hapim njëra pas tjetrës, apo? Duhet punuar mirë. Dhe qëndrojnë aty në 27 ose në miell. Me masën 500 gram, pra një gjysmë pako miell. Pra sa të jetë? Do të bëjmë disa kulaçka, 3, 4, 5, 6, 7, 11-12 kulaçka do t'jenë në total. Normalisht petën e parë do ta bëjmë më të madhe. Që të mbajë dhe të mbledh mirë mbushjen. Pavarësisht se petët pasi t'i hapim do t'i zjejnë, byreku do të piqet, se mos mendoni se do jetë vetëm procesi deri tek zjerja, do të vazhdoj pjekja më pas. Ne bëjmë gati edhe kulaçkat e tjera dhe pas hapësirës, kësaj hapësire të shkurtër që ne shkëputemi për ofertën e ditës nga Prostatol, ne vazhdojmë pas punën të qetë derisa ta përfundojmë byrekun me petë të lagura, kështu që bëjmë një shkëputje dhe rikthehemi përsëri në kuzhinë. Dhe ja te kemi përsëri në kuzhinë pas hapësirës promocionale, vazhdojmë të gatuajmë recetën tonë të parë. Kemi brum sot, po hapim petët për një byrek me petë të zjera, të mbushur me prosciutto e djath. Për gjithë familjen jep diku një shije ndryshe ky proces i përgatitjes dhe po ashtu
edhe vetë zënja e brumit kishte një specifik të veçantë tek e cili shtuam plot 5 kokra vezë, krip dhe miell, pak ujë që e zum brumin, sepse pjesa e lagështirës për ta zënë atë na ndihmuan edhe vezët. Brumin e punuam mirë dhe tani është duke hapur Albana kulaçkat në pet të vogla. Sepse emirat mirave është që duhet të vinë. Purën e kemi ngrohur, parandezur që të plotësoj edhe atë hapësirën se sa i duhet një byreku për të pjekur aty. Një dhe 3 të fundit. Hapen më mirë me pak niseshte, se i mban dhe më të buta. Dhe aq më tepër kur kemi përdorur vezën tek brumi. Sikur e mbleth niseshtja kur e hap petën. Sepse, faktikisht, ju në shtëpi do lëni kohë për brumin. Brumi sa më shumë të qëndroj, është më mirë, sepse është i zënë vetëm me vezë. Po. Duke qenë se byrekun e kemi zënë me vezë, brumin, nuk është nga ata lloji që kemi thënë që mund të durojë dhe të nesërmen, edhe pak tani nga vapa, byrek që e konsumoni, e përgatisni dhe e konsumoni gjatë ditës, ashtu të ngrohtë. Ndërkohë, po ju, çfarë jeni duke përgatitur në shtëpitë tuaja? Ja t'u dëgjojmë pak, ndoshta do të keni kohë, do t'jeni në shtëpi, nuk keni dalë për të pirë kafen, apo për të bërë pazarin. Ne ju presim të na telefononi dhe të na tregoni diçka mbi recetat tuaja. Në numrin që do të shfaqet dhe që është në ekran vazhdimisht, na telefononi të komunikojmë së bashku. Ju mirëpresim për të bashkë biseduar në këtë hapësirë të gatimit, në këtë hapësirë të anvisave të shtëpisë. Ja si hapen petët, kollaj fare, pak nga mielli, pak nga fakti që është mirë brumi. S'kam hapësirë t'i hap me pecin e hollë. Ne do të përgatisim një tepsi mesatare të kësaj madhësie që kam unë këtu. Gjysëm për 4 antarësh kjo? Pa. Besoj është mjaftueshëm. Opa, Detësia bën vetën. Jo, po dhe ti edhe i punove njëra mbi tjetrën, çfarë pret të veçohen. Nëse ne brumit do t'i shtojmë një sekond. Nëse ne brumit do t'i shtojmë një seshte, nuk ka shans që të ngjitet. Po. Sepse nuk e ka vaj. Mirë, po i vendose petët njëra mbi tjetrën, kështu që u bashkuan ato. Njëra mbi tjetrën tashti. Dhe ta hapësh një më të madhe. Atëherë, unë tani të gjithën këtë kur e hap, i beta zjem aty siç është apo? Çdo gjë të zihet. Shikon sa mirë u hap, s'ka qenë e duhur apeta e voskël sipër. Jo, Emili ishte te kjo. Emili ishte. Do të ishte në këtë madhësi. Emili ishte. Pra petën e parë tham do ta hapim pak më të madhe se sa të tjerat. Se na duhet që të vështjell pjesën e mbushjes dhe ja sa kollaj fare tani hapet. Pasi është punuar dhe ky qëndrimi pak
Derisa bëhet gati, e kur zbuta qëndronë më shumë shumë dhe e lehtëson hapjen. Bukur fort. Tani unë se kuptoj si do zihet kjo, ta palosësh asi. Në ujë të vluar, vendoset peta në ujë të vluar. Ka të marrë Që të marrë një val aty. Me ujë të ftohtë, direkt. Dhe pjesa e ujit të nxehtë, si duket, e forcon pak, e mbledh, e përqendron pak petën që do ta vendosim më pas të pullojë dhe në tepsi direkt. Kështu do të veprohet dhe me petë të tjera. Sa të tilla do hapen? Aty, aty vendoset tani për ta ftohur me njerë, pasi të ketë marrë këtë valën që t'jetë mbledhur. Duhet edhe pak. E vendosim direkt në tepsi me ujë të ftohtë. Të tjerat. Do shta ajo rëshket pak, në është ta duhet një en tjetër më e fort. Apa. Një muqa. Hapse ndoshta tjetër më e madhe. Muqa. Që e lëm të zi dhe vendosim tjetër punë e madhe. Vendosim tjetra. Asgjë nuk më prish se kemi të tjerat. Mbase duhet të forcohet të zjej pak. Siç është në tepsi. Se vendosim fare në ujë të ftohtë, direkt në atëherë. Tepsin. Opa, si dikur. Një sekond, si dikur. Rëshkasin tani këto petët, kur janë dhe mos. Është e çuditshme sa edhe në kaluar kemi bërë një brumë të zier, jo lakror, po një brumë të zier. Si mblidhet bëhet ajo peta si tjetër formë. Si lazanja. Si lazanja. Si lazanja. Po nuk është problem se hapet. E lë të tillë. Dhe vjojmë me të dytën. Tani hapja është më kollajt, sepse brumi ka qëndruar. Nga punimi i shumë që kemi bërë, që kemi forcuar pak atë, tani është lëshuar edhe pak nga ngrohtësia dhe pak nga koha i qëndrimit në të, ndaj edhe peta hapet më kollaj. Duke hapur, vendosim direkt në ujë të nxehtë. Sa merr aty një val, direkt në ujë të ftohtë. Ky është procesi i dytë, pas zënjes së brumit. Pra, e lëm pak sa. E ktheva me delikates. Po pra, kjo doli shumë mirë tani. Derisa mblidhet duke sikur trashet më shumë aty, forcohet. Fillojmë me lyerjen tani të tepsisë, që do vendosim pet njëra pas tjetrës. Ja. Në një letër, si dikur. Atë, po bëj. Në një letër dhe lyejmë me gjalp të shkrirë. Jemi tek peta e tretë që po e zjejmë, ose po e vendosim në ujë të vluar. Opa, këtu direkt. Nga një petë e hollë, aty fillon edhe plotësohet, trashet, forcohet. Peta tjetër. Shiko, vinë petët edhe... Dhe pastaj shija është ajo që e vërteton gjithë këtë proces, ose justifikon gjithë këtë proces që ne po përgatisim. Del një shije më e shishme, petët janë të pjekura mirë të
shkrifta, po do të shojmë deri në fund do zotin e arrim ta pjekim. Kur gjyshet... bëhet shumë kollaj. Sepse është me petë pjekur, bëhet shumë kollaj. Me petë pjekur, me petë të zjera. Po. Ja, edhe kjo këtu, opa. Edhe dy të fundit edhe do t'ju tregojmë pastaj shpejt për mbushjen që ta vendosim në furr. Ajo është e mbaruar pastaj kur zihen petët. Po. Shi se ka lënë. Është lëshuar. Edhe. Edhe ajo është gati, e heqim, që të fillojmë tani me vendosjen me mbushjen, edhe ndoshta petën tjetër e organizojmë e tregojmë. Ajo është në fund ajo, s'ka problem. Heqet e këtë, edhe. Tani, fillojmë me ndoshta petën e parë që të fillojmë ta montojmë sistemin e të vendosim njëra pas tjetrës bashkë me mbushjen. Kisha këtë petën e parë. Le të jetë e tillë. Duket sikur ka formën e një plëndsi. Po. Atë formë, atë rrudhje pëson peta kur zjen. Ti do të shtosh mbushjen. Unë do të shtoj. I njomim pak tani petët me një lugë gjalp. Shumë në rregull. Djath prosciutto majdanoz, mbushja. Këtë kaq të mbajnë mend të amvisat, zënja e brumit me vezë, edhe kjo mbushja prosciutto djath majdanoz. Mos ju shqetësoj pjesa boshë. Treta. Prandaj them, kjo është një më e madhe, një më e vogël, por mos ju shqetësoj. Sërish, Niki. Opa, kishte me nxehtë. Çfarë thash më pak më përpara? Dhe jemi okej. Prandaj u thash mos u shqetësoj asnjë gjë. Këto janë, peta e fundit është gjithmonë petë rezervë që plotëson këto boshllëqet, ja. Shtoj sërish në ansore. Ajo që do ta mbuloj do të jetë e zier apo do të jetë e pazier? Jo, do jetë e pazier. Është e veçantë kjo pjesë do të jetë edhe pak yndyr kështu ansoreve. Petën e fundit pra nuk do ta zjeni, por thjesht do ta hapni dhe do të mbuloni mbushjen. Po lë edhe pak yndyr gjalp të shkrirë për petën e fundit. Të fshi pak vendin unë që mos u ngjisi peta, do ta hap. Ta mbulojmë dhe e vendosim për t'u pjekur. Kaq ishte. Procesin edhe njëherë, po lexoj edhe një produkte sa shpejt Albana ta hapi petën e fundit. Çfarë përmban ky byrek i veçantë me petë të ziera me djath dhe prosciutto, për petët edhe njëherë 5 vezë, një lugë krip, 3-4 lugë gjelle ujë, pra shumë pak, sepse do të keni miell 500-600 gram dhe e plotësojnë të pjesën e lagështirës vezët, ndaj dhe ka shumë pak ujë. Për zierën e petëve 2 litra ujë, një lugë gjelle krip dhe një lugë gjelle vaj. Për mbushjen, 300 gram djath i bardhë i thërmuar, 150 gram prosciutto, një tufë majdanoz dhe gjalp i shkrirë për njomjen, spërkatjen e petëve.
Mbani mend që petën e fundit, ja këtë që do të vendoset si mbules e të gjithave, nuk do ta zjeni, por do ta lini kështu të njom, siç është e hapur. E organizojmë dhe strukturojmë mirë aty. E vendosim poshtë. Një spërkatje të lehtë me gjalp dhe gjithçka është gati për pjekje tani. E tillë. Ndohemi që peta tjetë poshtë, mos të ngjitet. Dhe në qikështu ndyr, apo të jetim në fund fare? Po, do të jetë ndyr, po të pastroj këtë sepse nëse shteja më pas nxihet. Po. Do ta lë këtu. Ky është rezultati i përfunduar para pjekjes. Kalojmë në publicitet dhe ne sistemojmë tryezën për kaluar tek receta e dytë. 200 gradë, ju çojnë te 210, 220 dhe kaq. Direkt, po e vendos në furrë dhe rikthehemi pas publicitetit. Në recetën e dytë, logjikisht, pas hapësirës së reklamave, do të përgatisim tani jufkat. I shohim pak produktet, se si do t'i përgatisim sot jufkat. Përveç se duhet i pjekim pak ndoshta. Unë vendos gjatë direkt kohës që ne lexojmë recetën. Albana i spërkat me pak gjallë që të fitojmë pak nga koha, në mënyrë që të piqen të marrin një ngjyrë të lehtë të kuqërend. Shohim së bashku një herë përbërësit e jufkave të dibrës me mish pule. Na kishte marmalli për t'i kthyer në kuzhinë këto dhe për t'i provuar pak. Një pul fshati, 500 gram jufka të freskëta, një qep mesatare, 1 ose 2 thelpinj hudhër, 2-3 lugë gjelle gjalp ose vaj ulliri, mirë është një gjalp i mirë, 1 litër lëng pule, 1 lugë gjelle salcë domate, opsionale kjo pjesë, pak rigon ose pak trumz, krip, piper i zi. Gatuajmë jufkat. Kemi zjerë paraprakisht mishin. Tu kam zjerë mishin. Që t'i bje kohës edhe pak më shkurt, kam vënë qepën e grirë. Në rende unë. Kësita, e kaloj. Shtoj pak. Gjallë. Si e dallojmë ne për shembull që kemi blerë një pul deri diku të freskët. Çik nga yndyra, se po e shoh që ka lëshuar goxha yndyrë, edhe pse nuk i kemi shtuar yndyrë ku ka zier, apo është thjesht yndyra e pulës. Ta shohim tek tenxheria tjetër, pulën e zier, ka lëshuar goxha yndyrë, që tregon që kemi zgjedhur një pul të mirë, plus që është ngjyra e saj, është fortësia e mishit, është koha që ajo zien, pra pulat e freskëta, pra pulat e rritura në natyrë, e kanë mishin e fortë, me zizjen. Pulat e tjera, futin ujë të zjerti, u hapën ato, kështu fije për 5 minuta, për 10 minuta, ndërsa pulat tjetër që ka mishin e fortë, po edhe në presion do gjysore që të zjej. Kështu që është një dallim i qartë mes njërës dhe tjetrës. Shtoj. Paka skrip. Pak piper sa për shije. Sikurse dhe gjëja më e mirë është që ne kur ziejmë diçka, pulën ose çfarëdo që të jetë, vendosim sipër, është njësoj sikur është e vendosim në avull. Me të tillë kam vepruar edhe me kungujt. Vura kungujt fillim, më pas qepën sepse doja që të kishte zierja në avull, e kungujve, perimeve, çdo gjë tjetër, nuk i shkatron përbërësit edhe vlerat ushqyese të produkteve, edhe pse e përdorim rrallë, sepse nga koha ose shpejtësia. Ne do t'i vendosim edhe pak salcë jufkave. Po. E ju e keni opsionale, unë të salca vendos gjithmonë një spec të kuq dhe pluhur piperit kuq që t'i jap
ngjyrën, vlerat, gjitha. Të zgjedhje të tretet mirë që e pa bashkë me salcën. E lë të bëhet dhe pse? Ka vendosur kapakun tjetër. S'ka problem dhe lëm ashtu si që është. E lëm kështu. Jo të mbyllet hermetikisht kapaku, të jetë deri në gjysmë. I largoj të gjitha këto, e kam lënë për pak minuta, nuk kam nevojë ta lë shumë. Ja dhe kështu jufka të holla fare, që marrin me njëherë. Shiko? Nxehtësinë. Përse vendosen? Ishim këtu. Jufkat nuk vendosen për të marrë ngjyrë. Vendosen që të jenë të thata dhe mos të qullosen. Gjatë kur i shtojmë atë lëngun e Bravo, pulës. kjo është gjithë sekreti. Do të largoj. Unë ta bëj pak sa më ndryshe, të jetë më kollajt. Jetë më kollajt për ju. Atëre. Do të shtoj jufkat. Të gjitha këtu. Vjen pjesa e ndyrës, që më duhet luka. E largoj. Pra ju dham një pjekje të lehtë dhe i vendosim tani në tepsi, ku të shtohet salca lëngu pula. Ma shpjegon njëri këtë tundjen. Dhe pse? Është vetëm nesi. Është në disë nivel. Është vetëm nesi. Lëre pak lëre ashtu. Kush kërcen Napoleonin? Ana du shkon libra. Ana du... Kush të pushon? Kush është ullur fillon e kërcen Napoleonin dhe kush është i ngritur fillon e kërcen akoma dhe më tepër. Këtë gjë e di shumë mirë. Dasmori, që shkon dasëm. Opa, e lë paksa. Në shumë e kollajt. Ishte tamam si kur të zë këmba krau në bosh, që ti fillon ato dridhjen. Ashtu ishte edhe tepsia jo në balancën e duhur. Mua më pëlqen që juve t'ju sjell sa më të thjeshta recetat. Të kenë kohë më pak. Që ti gatuajnë të gjitha anvisat. Të kam një pjesë. Speci, s'ka problem, ashtu e lëmë, se do të zhejnë. Që ta heqim, që ta largojmë. Ja. Të zbuz gjithë shka. Sepse dua që t'ja lë byrekut, pjesën e sipërme. Sigurohemi që makaronat të mbullohen nga lëngu dhe salca. Sërish këtu vi. Edhe copat e pulës, si që shikni, mishi është ende pak i fort. Vendosin çdo pjesë të pulës që ju ka ngelur, nuk është e thënë që duhet një pulë. Sepse edhe në qoftë se nuk e unë këtu për shembull kam një pjesë që e kam zhveshur nga mishi dhe thjesht për supë. Po. Do t'i shtoj. Edhe pak. Kjo tepsia jonë sot put farë, duke kërcyer. E kalon e zonja, kërcimi dhe vazhdo tepsia. E lës amon, që na bone me erake. Opa! Gati për në furë, tani të vazhdoj aty procesin tjetër. Edhe tavët dhe tepsit këtu kanë energji. Se këshim faj ato butonat, se jo, nuk e kam faj nga çum të mila. Këtu do të shtoj pak trumës. Opa, ja.
Kur ju ta provoni në shtëpi këtë mënyrë, e di që do ndiheni mirë, koha e shkurtër, plus që edhe kursim energjie. Tani këtë pjesën tjetër e lëm për Për supën. E kush nuk e ka bërë këtë, kur ka bërë ju ka zirë pulën për të gatuar ose pulë me pilav dhe nuk ka mbetur pak lëng për ta lënë më njanë për supën. Një qikës fare. Kemi vënd dhe aty direkt kemi vënd dhe i kanë dhe që mos zgjesh. Hajde. Ja. Këtu. Mbaruam edhe me këtë gjë dhe jemi tek te supa. Kemi supë me kunguj, le të marr. Ne do të përgatisim tani supën me kunguj, 2 receta t'i vendosëm në furrë për t'u pjekur dhe kalojmë tek përbërësit e supës. Përveç kungujve që është përbërësi kryesor, të shohim edhe një herë tjetër se çfarë na duhet. I kemi kaluar pak në avull kungujt? Kungujt kemi kaluar në avull, shikon që nuk është prishur struktura e tyre. Struktura e tyre fare. Pra, me kunguj të njom, 2 kunguj mesatar të prerë në rrath. 1 patate, 1 qepe vogël, 1 thelpi hudhër, 2 luggjelle vaj ulliri ose gjalp, 750 ml ujë ose lëng perimesh, 1 luggjelle majdanos ose koper, 1 luggjelle pana gatimi ose kos të trash, krip dhe piper. Lëngun e pulës e kemi gati, kështu që ta përdorim për supën dhe avash tani me radhë gjitha produktet i edhim në tenxhere. Edhe pak gjalp dhe pak vaj. Në mapit që këtë? Janë ata kapakët që nuk hapen plotësisht deri në fund. Na duhet që ti kemi, këtë kemi të pahapur. Po mirë, s'pa ta faj. Kaq qëndron, ajo që të jetë gati për që të mos tumbi kapaku. Edhe Kërkojmë pak. poshtë e përpjet. Do të shtoj në fillim hudhrën. Lëshon këtë aromën dhe po ta dini, po ta të keni vëmendje, hudhra ka pak edhe aromën e karafilit në fillim fare, të gozhët karafilit, në fillim fare. Sepse është gjalpi vaj dhe jep atë ndikim. Do të shtoj qepën pa filluar të marrë ngjyrë. E dim shumë mirë dhe s'kam se them, pakës krip i bën mirë. Edhe ndihmon pak të zbutet më shumë. Pas qepës, hudhrës, pak krip, shtojmë me radhë. Tu kam patatet. Patatet i kam bërë. Largoj lëngun, ujin. Jemi diku në 4 minutëshin e fundit. 4 minutëshin e fundit tamam është. Shtoj. Shtojmë lëngun e pulës. Supa tani në verë janë të duhurat, sikur nga një perime në ditë të organizohet për çdo supë. Sa perime ka në treg, aq lloje supash dhe kombinimesh të pafundme që mund të jenë, janë shumë të domosdoshme, të lehta, që pavarësisht çfarë kemi përgatitur, pjata e parë duhet të jetë patjetër një supë. Kremoze, me kunguj, me karota, patate, brokoli. Masën e kungullit. Nikit e lutem bëj gati që ta blenderin, që ta kemi... Ta kalojmë në blender. Fripën. Pakës piper.
Pana. Edhe. Që mos a hiq fare nga vëndi. Më parë, kungujt si që thamë, i kemi kaluar në avull sa të zbuten, sa ato janë jeshil dhe janë... Ju po patët kohë normalisht e bëni edhe pa avull, Ato pak minuta duhen në nxehtësi dhe zbuten direkt. Ma të gjithë kungujt unë këtu edhe. Niki, se është e nxehtë edhe di që mund të kryej edhe vakumin e... Po, ja, të vendosim ndoshta me kaq sa kemi shtuar. Ashtu si që ke? I shtojmë Mos dhe i hiq disa fare. gjethe metanozi. T'japim më freski akoma. Është gati. Të lumdora. Sërisht kjo përzierje, pra pasi e kaluam në blender, do ta Po. marri dhe një Kërkon. minutë në zjerje. Dhe bëhet gati në furr, bëhet gati tava me jufka me mishpule dhe byreku që unë do ta tregoj, po ndoshta duhet kulloj dhe të rridhe pak minuta, po jemi në këtë gjendje. Po e vendos këtu. Të shikni byrek me petë të zjera, e mbushur me prosciutto dhe djath majdanoz. Ja ku jemi edhe. I shtuam në fund fare pak pana ose pak kosto trash, në mënyrë që të thyet pak jetë më Pana edhe. delikate, E më largoj. kremoze dhe supa është gati. Do të shtoj. Majdanozin e thatë, pak ose fare piper dhe I ka të gjitha, shihet. Kështu përfundojmë edhe me supën. Të treja recetat mos harroni do t'i gjeni në kanalin tonë në YouTube Rrez e Dielli për t'ju referuar, janë me mënyrën e përgatitjes dhe me video përkatëse. Ne do të shihemi pas fleshit informativ së bashku. Ju pres. Mirë se erdhët në Rrezën tonë. Siç e përmenda, tema që kemi zgjedhur për ditën e sotme për të diskutuar me nutricionistin dhe specialistin e mjekësisë holistike dhe naturovatike Altin Joka është pikërisht ajo çka ne e bluajmë e mendojmë vazhdimisht në mendjen tonë në lidhje me raftet e supermarketeve, produktet që konsumojmë, apo ham atë realisht çfarë shkruhet në etiketat e produkteve që blejmë, çfarë po ham realisht. E vërteta dhe manipulimet pas etiketave ushqimore, si të lexojmë etiketa dhe të mësojmë se çfarë fshihet në produkt. Shpeshherë, për shembull, në këto raste, shumë produkte duken të shëndetshme, duken të shkruara bio, light, natyrale, pa sheqer etj. Por sa e vërtetë është ajo që shkruhet në etiketë. Për të gjitha këto, do të marrim një shpjegim, një studim të mirëfill që Altin Joka do të na jap mundësinë tani ta dëgjojmë. Përshëndes fillimisht, është drejt për së drejti nga Suedia. Faleminderit Altin për kohën. Falenderit juve, ju falenderoj dhe më lejoni që falenderoj një për përzgjedhjen e temës, sepse nuk është një temë që është rahur dhe diskutuar shumë, as në media, por edhe në rrjetet e profesionistëve, edhe pse në përfshin të gjithëve. Kështu që mund të them që është një temë vërtet shumë interesante dhe që patjetër duhet zhvillohen më shumë tema për këtë lloj problemi që ti hase në momentin e parë që e ke zgjedhur. Sepse edhe unë, si ti edhe si kushdo që na ndjek, jemi konsumator, kemi filluar të jemi ndoshta pak më të përgjegjshëm, më të ndërgjegjshëm, më selektiv, themi bën as bën ky produkt, aq më tepër në një mori produktesh që na sjell industria. Duke nisur nga vetja Altin, për shembull ti kur ble një produkt, e studion mirë, e lexon çfarë ka, çfarë përmban, apo e merr kështu flesh, që se besoj, por po të pyes njëherë. Në qoftë se zgjedh shumë pak produkte të paketuara, pra të ambalazhuara, ose të përpunuara ose ultra të përpunuara,
normalisht puna është më e lehtë për përzgjedhjen e tyre. Unë zakonisht jam vëretur ose më shumë bazohem tek produktet që kanë vetëm 1 ose 2 përbërës në maksimumin e tyre 3 përbërës. Kam krijuar një memorie për produktet që zgjedh dhe kështu që jam konsekuent në ato që zgjedh, nuk para e ndryshoj ose ta eksperimentoj, nuk gënjem kollaj nga marketingu apo nga estetika e produktit, pra nga paketimi, apo dhe nga reklama që bëhet, apo ndoshta edhe nga oferta. Kështu që këto produkte janë të pakta në përqindje në krahasim ato që unë zgjedh. Më shumë unë zgjedh produkte të cilat janë me një përbërës ose ato që janë të hapura, siç janë perimet, frutat, ndoshta mishin apo elemente të tjerë. Por në kohën që jetojmë, a mund t'ju besojmë etiketimeve ushqimore që blejmë? Ta kthem pyetjen në një formë tjetër. Në qoftë se në etiket tek ajo që do merrni, do shkruaj: ky produkt ndikon në dëmtimin e shëndetit të fëmijës suaj. Ky produkt i sjell fëmijës tuaj diabet dhe në të ardhmen kancer. Por nuk shkruhet kjo në etiket. Nuk e kemi lexuar diku. Unë e nisa kështu, në qoftë se. Në qoftë se. Do shkruhet në një produkt një gjë tillë. A kishit për ta marrë ju? Jo. Absolutisht askush. Por në qoftë se ne marrim një produkt, e zbërthejmë këtë produkt në detaje, pra i marrim të tëra elementet dhe i vendosim në raft këtij produkti. Pra e heqim, pra e shpërbëjmë këtë produkt. A do shiteshin to veç ato që ka produkti? Absolutisht përsëri nuk kishin për të shituar. Por ne e dim shumë mirë që në raftet tona shumica e këtyre gjërave që unë të thash, apo dhe kjo formulë nuk shkruhet. Megjithatë ne duhet të dimë dhe shumë gjëra nuk i kuptojmë, shumë gjëra edhe na kanë imponuar sidomos industrisë dhe kanë pikërisht kanë shfrytzuar këtë pikë të dobët tona që ne nuk kemi informacion, që ne nuk e lexojmë, që ne nuk paramendojmë shumë dhe pyetja që duhet ndjedhim është çfarë po ham ne realisht tek ai produkt që ne marrim i që është i etiketuar. Leximi i etiketave është një motiv i cili duhet të edukojë fëmijët tanë, duhet të edukojë edhe ne, duhet të edukojë edhe institucionet. Pra duhet të fillojë një edukim dhe një ndërgjegjësim që të jetë permanent, sepse në fund fundit është një akt mbrojtje jo vetëm personal, por dhe jetës sonë. Dhe pikërisht zgjedhja jonë fillon nga ndërgjegjësimi. Çdo blerje që ne bëjmë në pas të një etikete që ne nuk e shohim, është një vot, ashtu siç votohet, për shëndetin mirë ose keq. Tani, në qoftë se marrin një etiket dhe do shkojnë ta lexojnë. Aty ndodhen, po ta shikojnë shumica e njerëzve nuk i kuptojnë, sepse shumica e fjalëve që janë shkruar aty nuk i njohin. Në shumicë raste madje as nuk e lexojnë. Dhe kjo është ajo dobësia që thash apo thelbi i industrisë që ne na mashtroi. E para nuk i lexojmë. Të jemi po edhe kur i lexojmë këtë pjesë, se kemi kulturë për t'i lexuar. Por edhe kur i lexojmë ne nuk i kuptojmë. Po. Ne nuk i kemi kulturën sepse nuk është bërë një mjet edukativ as për fëmijët. Nuk kemi marrë një fëmijën tonë, ta çojmë në supermarket dhe themi lexohet keqen mami ose babi çfarë ka mbrapa etiketës, ky përbërës ta kesh kujdes. Dhe fëmia në atë moshë mëson nga ky produkt. Dhe në të ardhmen fëmia di çfarë të zgjidhë, pra merr një memori. Por ne më shumë e lëm në teknologji ose në shumë aspekte tjera fëmijët që të luajnë dhe nuk merren me këtë që është diçka shumë thelbësore. Por përveç kësaj, edhe kur lexojmë etiketat, neve shumicën e këtyre lëndëve që janë mbrapa etiketës të shënuar, që janë me shkrime të vogla, se kjo është një tjetër problem që nuk duket fare, po është një maskim. Ky është një maskim shkrimi kaq i vogël që edhe ti mos i kuptosh, por edhe janë transformuar. Në aspekti ligjor këto kompani janë në rregull, por nga aspekti po ti shikosh se si kanë devijuar, mund të themi se kjo është një lloj mashtrimi. Pra mund të themi që etiketat nuk janë aty për të na treguar ne të vërtetën. Ata janë aty për të na bindur që ne duhet ta blejmë sa më shpesh të produkt. Që ne nuk duhet ta mendojmë fare kur e blejmë të produkt, që duhet ta shikojmë vetëm në pjesën e parë të produkt, që ky produkt është i sigurt, por realisht është komplet ndryshe. Shumë kompani ushqimore përdorin slogane të produkteve dhe fjalë të bukura, të cilët krijojnë besim, krijojnë marketing shumë të mirë, por pas fjalëve mbrapa shoh çfarë kanë bërë. Për shembull, fjalën sheqer, ata e kanë komplet transformuar dhe kanë shkruar dektroz, maltoz, fruktoz, glukoz dhe 61 emra që mund të jenë tek mishi, tek sheqeri. Dhe ky është sheqeri i fshehur. Po përveç këtyre, nuk e shënojnë që ka krip, po shënojnë sodium. Ku shënojnë problemet e yndyrnave, e ndajnë në 4-5 mënyra të ndryshme yndyrnave. Ku shikojnë nivelin e konservant, thonë nuk ka konservant, por dhe në moment të gënjehemi, po ajo ka aroma artificiale, ka ngjyrues.
vërtet nuk ka konservant, por ka ngjyrues, dhe ky është një problem i madh. Atëherë këto janë kamuflime gjymësore që ky produkt të shitet. Pra, në qoftë se ky produkt do shënonte, përmban bojë, përmban aroma artificiale, përmban kimikate, përmban sheqer, përmban dëmtues sistemit endokrin. A kishin për t'i blerë këto? Absolutisht jo. Pra trosh, në shumicë të rasteve, ne mashtrohemi nga etiketat dhe nga përbërësit. Pra pyetjes tua që ti the, a mund t'i besojmë etiketimeve ushqimore sot? Unë mendoj që jo, nuk mund t'i besoj se një pjesë e tyre janë kamuflime dhe mashtrime. Altin, po termat për shembull si bio, natyral, apo pa sheqer ju e thatë në fakt, a kanë këto vlerë të saktë ligjore apo janë thjesht marketing? A ka produkte bio kur shkruhen në paketime? Atëre, një pjesë e këtyre produkteve si bio, natyral, pa sheqer që thuat organike të tjerë, në një farë mënyrë janë dhe i marketing. Janë pjesërisht të rregulluara dhe ligjërisht, por shpesh ne përdorim në mënyrë edhe mashtruese marketingu. Ja ta shikojmë konkretisht. Marrim fjalën organik. Rregulloret e fjalës organik duhet, pra pjesa organik duhet përmbajë afërsisht 90-95% të produkteve organike sipas ligjeve në Bashkimin Evropian, por edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por çfarë ndodh? Në përgjithësi kur çohet një produkt të miratohet në të institucione dhe në laboratore dhe në institute të ndryshme, produktet çohet cilësia më e mirë e këtij produkti. Më pas është ajo që ti duhet ta vetë kontrollosh. Pra e mban vetë përgjegjësinë ti si kompani. Dhe më pas kur miratohet në fabrikë, prodhimi është parë që del në cilësi të ndryshme. Dhe është parë që ky prodhim organik nuk është më shumë se 70% në një pjesë të madhe të rasteve. Do tregon që 30% të këtij produkti nuk është organik. Atëherë tu kemi një mashtrim. E para, e dyta, kur themi kemi një element tjetër që kemi natyral. Natyral, fjala natyral nuk është e rregulluar në ligj dhe nuk është e ndarë në ligj që çfarë përmban fjala natyral. Pra, ka disa kufizime në ligj, qoftë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe në sidomos në Bashkimin Evropian, por përsëri ai fut aroma natyrale. Ai fut aroma natyrale të cilët janë kimikisht të modifikuara, të cilat apo fut ushqim natyral dhe brenda ka vajra të hidrogenizuara, apo ka shumë frutash. Atëherë nuk mund ta quajmë natyral, sa ai është shpërbër. Ose kur themi për shembull është pa nivele të larta sheqeri, ose pa sheqer fare. Çfarë konceptoj pa sheqer? Që duhet ketë një sasi minimale të sheqerit 0.5 gram në 100 gram produkt. Pra kjo është ligji si rregull. Por ata kanë futur shurupin e frutave të thata. Duke futur shurupin e frutave të thata, duke futur për shembull xylitol, duke futur elemente të tjerë të sheqernave, apo dhe sukralozë. Se sheqeri ka një 35 emra me sa di unë, më shumë. 61 emra. 61 emra në mënyra. Po, fusim aspartamin, atëre ai ka eliminuar ti që është pa sheqer. Tani le të shikojmë se kush janë komponentë të tjerë që ne mund të themi që kjo është e keqe, po, që duhet të shikojmë. Sasinë e sheqerit, që ne duhet ta lexojmë, se është shumë e rëndësishme. Sasinë e lartë të yndyrnave, që ne duhet ta lexojmë. Sasinë e sodiumit dhe të kripës, që është shumë determinante. Dhe mbrapa në qoftë një etiket ka më shumë se 5-6 përbërës, për mendimin tim ajo etiket ka probleme ose ai produkt ka probleme me përpunimin e tepërt. Por të shikojmë se kush është i renditur në bazë të radhës. Në qoftë se sheqeri zë, sepse shoh çfarë hile po bëhet sot. Sheqeri zë vendin e 4-5 në një etiket, por faktikisht ai produkt ka 3 emra të ndryshme sheqeri. Prandaj dhe zë vendin e 3, të 5 dhe të 6. Po ti mbledhim sasinë e sheqerit, megjithëse atje thot 5 gram, për shembull, atje është 5 gram për një porcion të vogël, që mund të jetë për shembull 30 gram. Por ne nuk konsumojmë 30 gram, ne konsumojmë 70 ose 100 gram. Po ta mbledhim, i bie që të kemi rreth 10 gram sheqer. Po të mbledhim të 3 formulat e sheqerit brenda, aty janë më shumë se sa 15-20 gram. E kuptova, pra kjo sasi që është për 100 gram, pra për një masë më të vogël të rekomanduar. Jo për 100 gram, në shumë raste është vetëm për një porcion, dhe një porcion mund të jetë 30 gram. Ka porcione që janë 50 gram, ka porcione që janë 70 gram, pra e thot për porcion. Dhe tjetra, sheqeri është i ndarë për shembull ka 3 lloj sheqerash të ndryshme të futur brenda në etiket. Tani po ti mbledhim ato se njëra është 2 gram, njëra është 3.5 gram, njëra është 4 gram. Po ti mbledhim këto, ne kujtojmë se kemi marrë vetëm 2 gram sheqer, por faktikisht në formulën që kanë dhënë ata, pra me manipulimin ose me fshehjen, mund të themi me emra të ndryshëm, ka sjell pikërisht këtë lloj problemi. Po atëherë si bie tani të mos blejmë asnjë produkt, të mos konsumojmë asgjë, të mos shkojmë asnjë në rrafte, si ti zgjedhim atëherë. Shiko, unë kam shkruar dhe dje në një postim. Nëse duam që të shikojmë në aspektin kombëtar shëndetin e popullatës në të ardhmen, nuk duhet të fokusohemi te spitalet, por te supermarketet.
duhet të supermarketet dhe të prodhimi industrial. Pasi 70% të gjithë problemeve tona shëndetësore vijnë pikërisht nga ushqimi. Dhe në rast se ne i kapim gjërat nuk i kapim nga këmbët ose nga koka, pasi kapim fort, dhe një nga këto është pjesa e kontrollit apo e vendosjes të disa ligjeve edhe më të rreta për të ndaluar edhe sasinë e sheqerit, sasinë e kripës me liq. Për shembull në Suedi, një pije për shembull freskuse është 1.5 gram më pak me liq se sa në Shqipëri. E ka vendosur me liq. Po ashtu është rreth 2 gram më pak një patatin e madhe në krip se sa në Shqipëri. Se ka vendosur me liq. Dhe Suedia madje ka ulur dhe 0.5 gram madje nivelin e sheqerit në disa produkte deri në 2 gram në disa produkte. Një kos frutash në Shqipëri është më i ëmbël ose ka më shumë sheqer, pra këto përpunimet e sheqerit që nuk shkuajnë sheqer, por kanë elemente të tjera, si ka fruktozë, galaktozë e tjera, maltozë. Në Suedi është më pak sepse është vendosur me liq. Pra këtu duhet bërë e para. Por përsëri në Suedi duhet bërë shumë më tepër ose Suedia është mirë. Përsëri ka një problem. Ne duhet të shikojmë, kur shikojmë një etiketë, të shohim a ka shkruar emra shurup dhe emra me mbiemër me fundin oz, pra glukoz, dektroz, maktoz, të gjitha këto janë familje sheqerit. Po janë të gjitha përpunuara, edhe sheqer hurmash, sepse janë të gjitha të konservuar tu. Pra kemi dektrozën, laktozën, maltozën, sukrozën, 61, kemi shurupin e mistrit, kemi mjaltin, edhe të produkte organike madje. Po të shikosh, thot atje produkte organike. Po të shikojmë disa nga këto produkte, ne kuptojmë që këtu janë produkte vërtet organike dhe thot është një produkt organik, por edhe me mjalt organik. Po ta shikosh, në përbërje, ajo ka 2 deri në 3% mjalt. Pra është e pa llogaritshme dhe ai vetëm për atë 2-3% njeriu t'i ngjelet në mendje kur thot produkt me këtë dhe me mjalt organik. Atëre një person thot që ka me mjalt organik dhe gjithë produkti se ti, çfarë të ngjelet në mendje ty te një etiketë? Kur shkon fjala natyral, bio, apo një produkt tjetër, apo natural, kjo të ngjelet në mendje. Atëre apo me fibra të shtuar, apo integrale, këto të ngelen në mendje. Faktikisht, te ky mjalti për shembull ose mjalti në përbërësin e tyre është vetëm 2 gram. Pra vetëm 2 gram mund të kuptojmë një gjë të tillë. Atëherë është një strategji e gabuar për t'i gënjur dhe t'i mashtruar padyshim konsumatorët, por pse këta prodhuesit i fshejnë të dhënat e rëndësishme me emra teknik? Cili është qëllimi? Okej, përveç qëllimit kryesor që ne të gjithëve na shkon në mendje për përshkime e tjera e të tjera. Maskimi i produkteve ka kohë që ndodh. Të thamë, janë fshehura gjithë pas një emri caktuar. E para kjo bëhet që konsumatori mos trëmbet. Sepse duke u trëmbur konsumatori, këto industri do dështojnë. Dhe për këtë ne kemi shumë të qartë. Dhe çfarë kanë bërë? Kanë bërë për shkakun që ai ke para këto emra të shënuar aromë natyrale. Dhe ti kujton se është aromë natyrale. Ose për shkakun E621, E102, E144. Janë të gjitha këto emra që janë mbrapa edhe ne kujtojmë se janë përbërës që nuk kanë asnjë problemi. Faktikisht ata janë në rregull në aspektin ligjor, se ashtu e kanë ligji, duhet ndryshojnë. Pra ata kanë gjetur mënyrat e çarjes të ligjit për të vepruar në këtë mënyrë. Por edhe pse këto janë ekstrakte të përpunuara në laborator një pjesë të tyre, apo në procese industriale, to sjellin probleme. E tjetra është një element që imazhi do prishet i produktit. Dhe këto kompani do falimentojnë. Prandaj dhe këto nuk mund t'i shkruajnë që ka përbërje të kësaj sheqeri. Apo ka përbërje të kësaj arome. Prandaj i shkruajnë të gjitha të ndara në këtë moment. Tjetra është që gjithë këto kompani shfrytëzojnë dhe mos njohurinë e konsumatorit dhe edukatën e tyre. Që nuk e dinë se çfarë kanë përbërjet e tyre. Edhe me atë kodin E që unë thash, që në përgjithësi përdor në Bashkimin Evropian, pra kodi E dhe vazhdohet E100, E199, E299, 399, 400 e tjerë, ne duhet të kuptojmë se çfarë problematikash kanë këto emrin e plot kimik që duhen shkruar atje, apo aromave natyrale, ku shiten etiketë. Ja të zëm një rast. E951 sjell dëmtim nervor, sjell probleme të dhimbjeve të kokës, të sistemit endokrin. I cili kush është? Është aspartami. I cili sjell dhe probleme kancerogjene që është vërtetuar në disa studime. Kemi për shembull E621, glutamat natriumin, i cili sjell problemet e dhimbjeve të kokës dhe migrenës, dëmtime dhe probleme dhe në depresion. Kemi një lëndë e cila është E250, e cila është një kancerogjene nëse do konsumohet periodikisht. Është E102, që sjell sidomos te fëmijët alergji dhe hiperaktivitet.
kemi probleme, pra të gjithë to probleme e këtyre... Pra, to që ju renditët, pra me e përpara, të jemi tashni më të ndërgjegjshëm që t'i lexojmë në etiketat e produkteve. Po duhet i dim ata që vetëm e, po çfarë është ky e-ja? Se për shembull E102 është tartrazin. Tartrazini si alergji dhe probleme të hiperaktivitetit. Ne nuk e dim se ai nuk e shkruan tartrazin, ai shënon E102. Po njerëzit duhet bëhen të ndërgjegjshëm gradualisht dhe duhet të edukohen edhe nga institucionet, edhe nga nutricionistët, edhe nga dietologët. Duhet flitet më shumë edhe në studio, edhe në emisione televizive, që të kuptohet se çfarë kanë etiketa, sepse ne sot kemi 16.000 aditiv apo 18.000 aditiv janë shtuar në ushqimet tona. 16.000 aditiv dhe lënë ngjyrosës kemi në ushqimet tona që janë të panevojshme. 75% të këtyre aditive janë totalisht panevojshme. Po për të rritur struktura e produktit, për të rritur data e skadencës produktit, që mos dëmtohet produkti, për arsye të shumë elementeve të shijuesve, të kohës që ndron, të ngjyrës, të gjitha, të teksturës, atëherë është bërë që këto janë shtuar e vazhdojnë të shtohen. Për ta joshur konsumatorin, në fund fundit. Janë shumë të dëmshme. Për shembull, E250 që është nitrit natriumi është kancerogjen. Ne e dim shumë mirë. Atëherë përse përdoren është tjetër çështje kjo. Por ne duhet jemi të kujdesshëm. Është ngjyra e portokallës, për shembull që është E110, e cila në shumë vende ka filluar të ndalohet edhe të ulet, e cila shumë e dëmshme. Është E122 që shkakton probleme të urtikarjes, probleme të azmës, probleme të aspekte dermatologjike. Kemi E129, e cila është kancerogjen i vërtetuar tashmë. Apo kemi E133 që është ngjyra blu, që përdoret te pijet energjike, te akullore, tek shumë ushqime të paketuara që kanë ngjyrën blu, e cila dëmton gjithë sistemin tonë të ADN-s, përkryen gjithë pjesën metabolike, dëmton pjesën e zorëve, sjell probleme në sistemin endokrin dhe problemet me hormonet e tiroideve. Pra janë gjithë, po kemi edhe ruajtës të ndryshëm. Kemi ruajtës në përpijet, për shembull me pijet me gaz që është E221, është E220 që është e frutat e thata të spërkatura, që shkakton probleme me frymarrjen, me mushkrit, me probleme të rënjes së sistemit imunitar, apo të mishi i përpunuar që kemi ne është E250 që është një kancerogjen për problemet e zorëve. Pra kemi kaq shumë konservant, kemi kaq shumë përforcues shijes, kemi kaq shumë element kimikat në ushqimet tona që ne duhet i dimë. Ne nuk i dimë në këtë rast. Sepse nuk e kemi kulturën e duhur për t'i lexuar. Tani mund të jetë një logjik praktike që një produkt sa më pak etiketa e shkruar, sa më pak produkte të ketë aty, aq më i lehtë është për ta marrë ne dhe për ta zgjedhur në këtë formë. Pra, është një rrugë e duhur kjo? Sa më pak aq më mirë? Po, patjetër që është më mirë kur tjetër, po duhet të dëgjojmë edhe një gjë. Kur zoom që parë produktet që shënohen, kemi edhe produkte që janë ato produktet light, me ngjyrë të ulët, pa gluten. Ta kuptojmë edhe këtë gjë. Nuk është e thënë që ti ke produkt pa gluten, edhe ai është në pjesë të madhe të produkteve pa gluten, përsëri kanë vajra të hidrogenizuar. Kanë nivele të larta të kripës. Pra duhet ta dim, sepse ne nuk i dim ndonjëherë. Edhe themi ore pse janë këto, është pa gluten, është i mirë, ose është light. Light nuk ka, pra një diçka që është, nuk ka një listë të posaçëm që se kjo është për nivele të ulta të kalorisë. Po, e gjejmë kryesisht tek krem djathi, tek kosi, tek bulmeti, këtë lloj të pjesës. Po e gjejmë që nga fëmijët freskuse, te djatra, të disa salca, te gjallë, pra, por kjo nuk do të thotë që ai nuk është i përpunuar. Pra mos gënjemi edhe nga këto, se këto janë goditje të vogla marketingu që bëhet për trurin ton, që luhet me trurin ton. Dhe ky është një nga problemet e tjera që ne duhet dimë. Tani, në pyetje që më bës për çfarë ma thuaj edhe një këtu them? Pra, ne thamë që kur blem një produkt, duhet jemi patjetër të ndërgjegjshëm për të lexuar se çfarë shkruar në etiketën pas këtij produkti. Që do të thotë, nëse ky produkt ka më pak të shkruar nga këta përbërësit, besoj se do të jetë më i lehtë për ne për ta zgjedhur. Çfarë këshillash, pra 5 hapa këshillash praktike do t'i jepnim ne shikuesve? Për shembull, kam këtu një material. Nëse do të shohim listën e përbërësve tek një produkt, etiketa e tij. Përbërësit renditet normalisht sipas sasisë apo jo, nga më i shumti tek më i pak, tek më pak gramatur. Nëse sheqeri, vaj apo kripa janë të parët që renditen, i bie që ky produkt është apo jo problematik. Në qoftë se sheqeri i vaj edhe para, po patjetër është më problematiku nga të gjitha. Ashtu?
Patjetër që po, patjetër. Do të shikojmë nivelin e yndyrave. Çfarë yndyrash janë? Janë yndyra trans, janë yndyra të ngopura, yndyra të pangopura, sepse zakonisht në etiketë zakonisht shënohen 3-4 lloje të yndyrave që mund të ketë ky produkt. Po ashtu shënohen disa nga edhe pjesa e karbohidrateve ngatrohet. Pra shkruhet karbohidrate, po brenda karbohidrateve në disa etiketa është i ndërtuar dhe sheqeri. Pra pjesa kryesore e sheqerit do mund të jetë ndoshta dhe pjesa më e madhe e sheqerit. Dhe njerëzit kujtojnë se kanë marrë një problem me vetëm me karbohidrate. Le të zëm për shembull një lëng frutash. Kemi dëgjuar për shembull një lëng frutash që ne e marrim për fëmijët apo veten tonë, 100% fruta në mënyrë pa sheqer të shtuar. Apo fruta pa sheqer të shtuar, apo natyral, mund të themi. Çfarë ndodh? Vërtet është shkruar kështu, po ta shikosh nga mbrapa, në përgjithësi aty shkruar koncentrat i asaj frute, i rrushit, i mollës, i dardhës çka kanë bërë. Tjetra ka nivel të aksidit citrik dhe disa elemente që unë do t'i them, apo koncentrateve të tjera. Tani duhet të shikojmë. Gjithë ky koncentrat, pra koncentrat mollës ti është ndërtuar koncentrat i mollës. Ky është një manipulim, se koncentrati i mollës për të bërë, ne dim shumë mirë që ato fruta janë zdier, janë përpunuar, janë marrë niveli i lartë i fruktozës, që është shumë e dëmshme. Dhe ne dim shumë që është shumë e dëmshme. Në ana tjetër, ato kanë maltodekstrinën. Maltodekstrina është një sheqer industrial me nivel më të lartë glikemik se sheqeri i bardhë. Që domethënë e shkatron totalisht pankreasin që në momentin e parë që futet. Por kjo është e maskuar te fjala natyral, sepse seri kemi një lloj manipulimi këtu mund të themi. Po, sepse ajo mund të thotë përpara natyral, bio e të tjerë, po nga mbrapa te etiketa janë të tjerë përbërës aty. Po koncentrati nuk është i të hash një mos freskët, apo siç e ke shtryer. Koncentrati është një lëng i zdier, është reduktuar, koncentruar, ka sasi të larta fruktoze, por duke mos thuar sheqer të shtuar nga jashtë, ai është në rregull me etiketën. Pra ai ka thënë nuk ka sheqer të shtuar, por faktikisht është marrë nga fruktoza dhe nga pjesa tjetër që mund të hedhësh që është shtuar ndoshta atje edhe saharozë të tjerë. Pra është një trik ligjor që ne na ndodh në këtë rast. Dhe kjo ndrohet me një në përveç aksidit citrik që ai mund të ketë, që është rregullues i aciditetit, por është edhe një konservues, ka edhe elemente të tjerë të cilët mund mos jenë të shëndetshëm, kështu që ky do sjellë problem, mund të ketë natrium benzoati, që është një konservues. Ka natriumi benzoati që është E211, e cila ne dim shumë që është një kancerogjen, në shumë vende të botës madje mund të jetë i ndaluar. Pra, po s'dëm vetëm këtë rast të manipulimit. Në qoftë se do t'ju them mund 2-3 raste, në qoftë se më lejoni 2 raste shumë të shkurtra, të një manipulimi shumë më të madh, që çfarë ndodh? Për shembull, shkruhet bukë integrale me fibra natyral. Është një botë kjo. Pra fibra që në momentin e parë kur ti goditet, bukë integrale me fibra natyral, ti e merr thua, është natyrale, certifikuar e kontrolluar. Çfarë shikon nga mbrapa? Ka 55% grur. Ka pjesën tjetër vaj palme, ka sheqer, ka gluten, glutenin e ka sepse është nga gruri, ka melas të shtuar për arsye të ngjyrës, ka shurup të fruktozës, ka fibra të shtuar dhe aroma natyral. Tani le ta shikojmë. Në qoftë se kemi 51% ose 55%, 60% grur, kjo tregon që është i rafinuar. Buka integrale ka 100%. Ka 3 forma të sheqerit që shehun në etiketë. Pra kemi sheqerin e thjeshtë që është bërë, është melasta dhe shurupi i glukozës dhe i fruktozës. Të shpërndara të 3 në listë dhe ti nuk e kupton se çfarë janë. Kemi vajin e palmës, që është i fshehur mes tyre, dhe kemi fibra. Po ta shikosh në një bukë fibra janë 2%. Fibra do të jenë mbi 7% në një bukë, jo 2%. Pra nga kjo 2% ne krijojmë mashtrime. Pra kjo është thjesht për karent që të mashtrohet konsumatori. Kemi një kost natyral me fruta. E shikojmë që ka qumësht pasterizuar nga mbrapa, ka shurup të glukozës, që është afërsi 7-8-9% në përgjithësi, ka 5-7% fruta, që mund të jetë banane, lule shtryë dhe boronis, çfarë mund të ketë, dhe ka përforcues shije. Kush është përforcues i shijes? Apo dhe aksid citrik ka përforcues shije, ka dhe ngjyrues natyral, që mund të jetë beta karoteni apo tjerë, ka dhe aromë, që mund të jetë banane, lule shtryë dhe çfarë është. Kush është mashtrimi? E para natyrale përmban shurup sheqeri, që është 8 ose 9%. Frutat nuk e kanë më shumë se 3-5%. Kjo tregon që kemi sheqer të shtuar. Kemi frutat e konservuara, e koncentruara, që do të thotë që janë të përpunuar, kanë humbur pjesën më të madhe të tyre të fibrave. Kemi aromat, pra nuk kemi copat të sakta të frutave. Është aroma ajo që është e bananes, e lule shtrydhës, aroma, është ngjyruesi që ta ngjyrosin me ngjyrën e bananes, të lule shtrydhës të tjerave, pra që mund të jetë 160 apo të tjerë, që janë ngjyrues të verë. Pra shiko çfarë etikete. Një nga më të mashtrimet që është bërë për shumë e kam parë biskota energjike që ka rekomanduar dietologu bile. Biskota energjike me mjalt organik dhe me drithra organike. Po ta shikosh, mielli i rafinuar, sheqer, 4 forma të sheqerit, që nga dektroza, sheqeri mistrit e tjetër, vajin e palmës, mjalti ishte vetëm 2%.
Vetëm 2% që ishte ai mjalti organik. Pra paranësi, vetëm për atë fjalën organik, për atë mjaltin 2% organik ai ka vënë etiket. Dhe ka plur ditash dhe ka 4 element kimikal, E471, E481, edhe të tjera për problemin e teksturës të butë që ty të kopiskota e mirë, edhe të rezistojnë. Kishte dhe aroma... Tu te këto etë, se i përmendëm disa herë, të gjitha etë janë të dëmshme, apo shumica janë? Jo, nuk janë, ne do t'i njohim se ato janë shumë. Jo të gjitha. Unë zdura disa janë shumë të dëmshme, disa janë pak, varet nga konsumimi. Disa janë pak, disa janë vërtetuar që janë brenda normës, por është i puna një herë, që ti pi një herë dhe je brenda normës. Pa po themi, po konsumon një cigare dhe thua shoh një cigare nuk më dëmton. Ndërsa 5 cigare më dëmtojnë më tepër. Po përsëri dhe ajo një cigare ka pjesën e dëmit vet. Shiko ku kemi një mashtrim tjetër. Shikoni një kost frutash natyral për fëmijë. Dhe themi ka përmbajtje vitaminës D në etiketë. Që është parë për shembull. Po ta shikosh në etiketë vitamina D është vetëm 3%. E pa llogaritshme fare e vitaminës D. Plus që është një vitaminë sintetike edhe është vitamina D2 në këtë rast. Pra që ta kuptojmë kur është kjo. Tani, për problemin e përzgjedhjes çfarë duhet bëjmë ne kur zgjedhim ushqimet? Më bët pyetjen. E para njëherë duhet të blejmë gjëra sa më shumë natyrale edhe në dukje, edhe në përbërje. Në qoftë se do marrim gjërat e hapura, pra gjërat, po themi, pulën, vezën, mishin, peshkun, dritrat, frutat, perimet, kjo është tjetër çështje, problemi që kanë ato kimikatet apo pesticidet është tjetër element. Duhet të shmangim sidomos sën kryesore që quhet ose fjala shurup, pra sën ta kem parasysh, shurup ose ozë në fund, që është dektroza, laktoza, maltoza etj, pra të kem kujdes që mos kenë stati të këtyre. Po. Të kem kujdes tek buka e bardhë, tek brumi i bardhë, tek mielli i bardhë, tek makaronat të plota që janë bardha, te niveli sodiumit që është shumë i lartë. Sodiumi do të thotë është krip e tepruar. Ata që shkojnë sodium, ne nuk e kuptojmë fare, themi ne nuk pas ka krip kjo, dhe konsumoj, ka shumë njerëz, po nuk pas ka krip, ajo ka 4 gram sodium. Po. Dhe po ta shikosh, madje edhe një patatina ata thon për 40 gram është kaq kripa. Faktikisht patatina është 120 gram. Po ta shumëzosh me 3 del, pastaj mos të themi, po njerëzit kujdes se marrin vetëm aq. Pra, të ndalemi pak te patatina. Një fëmijë që konsumon një patatinë në ditë për shembull, merr një sasi të tepruar 2-3 fishin e normës ditore që duhet të konsumojë të kripës, apo jo? Një rritur po marrin patatinë të mëdha mund të marrë edhe sasinë e plotë të gjithë kripës ditore. Ndërsa një fëmijë patjetër kalon 2 fishin, po e kalon në qoftë se do konsumon një të tillë. Probleme me veshkat të një pjesë po probleme pastaj janë tjera, po flasim për etiketat. Tjetër, nuk duhet ketë produkti më shumë se sa 4-5 përbërës në maksimumin e tij. Sa më pak përbërës, aq më mirë. Në qoftë edhe shikoje në këto 5 element që ka të parë, pa 5 përbërës, a është sheqeri i treti, i katërt, i pesti, apo karbohidratet, apo sodiumi? Kush është? Pra kjo është kryesorja për të kuptuar në listë. Tjetra të kuptojmë më tepër dhe të ndërgjegjësojmë fëmijët tanë duke i marrë dhe duke mësuar gjithë këto gërmat, tjetrën. Nuk po themi çfarë do bëj shteti, apo institucionet, por ne çfarë duhet bëjmë. Element tjetër të mundohemi sa më shumë ushqimet e gatshme mos i përdorim. Të eliminojmë sa më shumë ushqimet e gatshme. Të mundohemi të konsumojmë sa më tepër sasinë e ujit dhe jo të konsumojmë pijet. Mos merremi me konceptet e disa dietave apo modën e cila thotë është pa yndyrë, është pa gluten, është pa sheqer, është natyrale. Këto janë disa nga problemet më të mëdha, por te përbërësit ne duhet të shikojmë sa koncentrat ka, a ka nivele të larta të aditivëve apo jo, a ka nivel të glukozës, fruktozës apo gjithë të elementeve të sheqerave apo të karbohidrateve, të sodiumit dhe të ngjyrosjes. Pra duhet të shikojmë a ka ngjyrosje ajo dhe duhet të shikojmë datën e skadencës. Sa më e lartë data e skadencës, aq më i përpunuar është produkti. Dhe sa më shumë lënd ose përbërës të ketë një produkt në etiketën e tij, aq më shumë i përpunuar është në veten e tij. Në qoftë se ne kemi vetëm bajame, ka vetëm bajame. Por në qoftë se mbrapa në etiketë shkruan ka bajame, ka krip shtuar, ka dhe në përgjithësi po ta shikosh, madje kanë dhe disa aditiv to bajame që janë të mbyllura. Apo edhe kikirikët, apo një pjesë disa arave, apo një pjesë madje edhe te fasulja. Un kam parë te fasulet e paketuar, të cilët kanë 3 përbërës, që si rregull nuk duhet i kenë, por për arsye ruajtje është më keqja më e vogël mund të them. Po kjo është e keqja më e vogël që ne mundet të ndodhim në këtë rast.
Pra këtë duhet kemi parasysh ku ne zgjedhim elementet. Gjithçka varet nga eduka nga kultura, nga informimi, se sot mund të kemi gjërësisht informacion të zgjeruar, kështu që konsumatori duhet jetë shumë i vëmendshëm dhe ne bëjmë mirë që i sjellim edhe këtë tema për tot. Falenderoj shumë Altin për gjitha këshillat. Ishte kënaqësi. Shpresoj të kemi ndihmuar diçka ose të kemi dhënë një kontribut minimal tek njerëzit që të ndërgjegjësojnë, që t'i kontrollojnë këto ose të pyesin dhe të merren emisione ose televizionet e tjera ta bëjnë edhe si një problem më të madh, por ndoshta edhe institucionet shtetërore që ta bëjnë si pjesë edukative e gjithë popullatës, sepse nga etiketat jemi të prekur të gjithë. Te frigoriferët tanë, te tryezat tona, te çantat e fëmijëve tanë, në çdo pjesë ne jemi të prekur edhe sepse faktikisht ne blejmë për supermarkete dhe ushqimet të cilat janë paketuara. Faleminderit shumë Altin. Ditë të mbar. Kënaqësi. Mirupafshim. Shihemi të mërkurën e ardhshme, ne kalojmë në publicitet, rikthehemi përsëri. Kultura italiane ka qenë gjithmonë pranesh në gjuhë, në art, në arkitekturë, kinema dhe natyrisht edhe në kuzhinë. Pse jo? Por këtë javë, marrëdhënia mes Shqipërisë dhe Italisë forcohet edhe më shumë, sepse ka nisur java italiane e kulturës nga data 1 deri në datën 8 qershor me një sër aktivitetesh të ngjeshura, jo vetëm në Tiranë, por në disa qytete të vendit. Në studio sot kemi të ftuar drejtorin dhe kemi kënaqësi ta kemi drejtorin e Institutit Italian të Kulturës në Tiranë, zotin Alessandro Ruggera, i cili do të na flasë vetëm për këtë javë, por edhe për rolin që ka Instituti Italiani Kulturës në vendin tonë. Zoti Alessandro, kënaqësi që jeni këtu në Rezedielli. Grazie, buongiorno. Tutto in Albania. Do doja të dija fillimisht për këtë javën e famshme të kulturës italiane që ka shumë vite që organizohet në fakt dhe që është një javë intensive me shumë aktivitete. Çfarë risisht sjell kjo javë në këtë vit? Sì, la settimana della cultura italiana è un'iniziativa Java e kulturës italiane është një nisëm e Ministrisë Punëve të Jashtme italiane në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës shqiptare me qëllimin për të promovuar kulturën italiane në Shqipëri. Instituti organizon aktivitete kulturore gjatë gjithë vitit në Tiranë dhe në qytete të tjera të Shqipërisë. Por javën e parë të qershorit jemi pikërisht të përqendruar, kjo javë përkon edhe me festën e Republikës së Italisë, jemi të përqendruar tek një sër eventesh të zgjedhura për të mbuluar të gjitha aspektet kulturore artistike të pranishme në Shqipëri, duke nisur nga muzika, arti, kuzhina, pra t'i japim nga një vëmendje të veçantë secilës syresh. Flasim për nisma të cilat përfshin shumë veta, shumë njerëz, ato janë në përgjithësi me hyrje të lirë, ku të gjithë mund të marrin pjesë dhe të njihen nga afër, jo thjesht për të prezantuar kulturën italiane, por për të zbuluar këtë lidhje të fortë që ne kemi mes nesh. Kjo ndodh edhe për shkak të shumë italianëve të ndodhur këtu dhe të shumë shqiptarëve të ndodhur në Itali, pra dy kulturat tona nuk duhet të jenë më të ndara, duhet të jenë dy kultura të bashkuara, të cilat do të ndihmojnë edhe më shumë në forcimin e lidhjeve tona. Rëndësishme për të theksuar që këto aktivitete kulturore nuk do të përqendrohen vetëm në Tiranë, por në qytete të tjera të mëdha të Shqipërisë për ta përhapur më gjerë këtë nismë dhe këtë aktivitete dhe këtë larmishmëri e këtë ndërsjellje dhe ndërlidhje kulturore mes të dyja vendeve në të gjitha dimensionet, në të gjitha format, nëse do të ketë edhe pjesën e kuzhinës, meqense ne këtu në studio kemi edhe një hapësirë kuzhine dhe jemi shumë të interesuar për të influencuar për të sjellë gjithmonë receta edhe kuzhinën italiane kaq shumë të përhapur në të gjithë botën. Sì, bene, certo. Allora, intanto rispetto alla distribuzione degli eventi, sì, sono in tutta Si l'Albania. që ju thash, përndarja aktiviteteve është në gjithë Shqipërinë, është shtrirë në disa qytete, jo vetëm në Tiranë. Sigurisht që Tirana do ketë më shumë iniciativa, më shumë nisma, por kemi nisma të tjera edhe në Durrës, edhe në Vlorë, edhe në Berat, edhe në Shkodër, sonte në mbrëmje në Gjirokastër, do të ketë një koncert, pra janë aktivitete të shpërndara thuajse në gjithë territorin shqiptar. Për kuzhinën kemi menduar diçka për ta mbyllur këtë aktivitet në datën 8. Është një projekt që e kemi zhvilluar së bashku me Bashkinë e Tiranës, do të organizohet tek Pazari i Ri,
do të bëjmë një kuzhinë rruge praktikisht, një përzierje e kuzhinës italiane, po jo ai kuzhina e sofistikuar si që jemi mësuar ta njohim, po një ushqim i thjesht, i shpejt, i rrugës, ai që është plot aroma dhe shije dhe që është shumë popullor në Itali, dhe që na u duk si mënyra më e mirë për ta përmbyllur këtë javë të mbushur me aktivitete. Do të jetë një aktivitet shumë i bukur, e kemi realizuar së bashku me Bashkinë e Tiranës, dhe këtu do të jenë përfshirë gjithashtu edhe fëmijë, të cilët do të ketë aktivitete edhe për ta, do të mund të këndojnë, të vallëzojnë, të vizatojnë. Pra do të kemi një përzierje të shumë gjërave në një aktivitet të vetëm, por mbi të gjitha është e bukur të qëndrojmë së bashku dhe të bashkëndajmë jo vetëm ushqimin, por edhe kulturën, pra për t'i dhënë sensin e bashkësisë këtij aktiviteti që do të përmbyllë, siç e thash, javën e kulturës italiane në Shqipëri. Si kundërshtarti që lidh më shumë popujt, kulturat, që do jenë artistët që do të jenë shqiptare dhe italian bashkë me njëri tjetrin për të përcjell shijen e kulturës dhe për të sjellë pak më ndryshe këtë javë të javës së kulturës italiane. Zoti Alessandro, ju keni disa vite në Shqipëri. Juve vetë si e shihni Shqipërinë dhe si e shihni kulturën italiane këtu në Shqipëri dhe çfarë ju pëlqen juve personalisht nga kultura shqiptare? Ka shumë elementa afërsie me Italinë, ata na bashkojnë përtej afërsisë gjeografike dhe historike. Në Shqipëri kemi një komunitet italian në rritje të vazhdueshme. Gjëja për mua më interesante e Shqipërisë, ajo që personalisht më tërheq më shumë, është kompleksiteti dhe pasuria e një territori, është kjo larmishmëri. Është një pasuri e cila është e përbërë nga element të shumtë që i japin një tjetër natyrë këtyre raporteve të dy vendeve fqinje. Jo thjesht një afërsie gjeografike, por të një entiteti tjetër edhe më të fortë, edhe më të fuqishëm. Ndonse i përket një territori të vogël, Shqipëria ka një kulturë mjaft të larmishme dhe kjo është një gjë shumë tërheqëse. Dhe shikoj, edhe nëse flas me shqiptar, jo vetëm në Shqipëri, po dhe ata që jetojnë në Itali, pikaset kjo lidhje e fuqishme mes dy vendeve tona. Është një lidhje pikërisht që ti e ndjen, është një lidhje e gjallë. Dhe kjo është që më tërheq më shumë. Gjithashtu flasim edhe për ndërthurje të traditave, të dokeve, të zakoneve. Këto ndërthurje mund të shikohen, mund të hasen si në arkitekturë, në peizazhe, në arte. Mund të shikohen gjithandej. Këtë vit një nga aktivitetet që do të organizojmë dhe që e deshëm shumë që ta organizonim është pikërisht koncerti i Ermal Metës. Unë e vlerësoj shumë për të gjitha mesazhet që jep. Dhe ky koncert që do të hapi dhe turin e tij Live 2025 do të organizohet në Butrin ditën e shtunë tek Parku Kombëtar, tek Teatri Antik i Parkut Kombëtar të Butrindit. Këtë tjetër ndjenjë afërsie e gjej edhe me teatrin, për shembull me Teatrin Kombëtar kemi
vënës Ken Faustin, në bashkëpunim me Teatrin e Sardenjës, ku regjizori është italian. Ai ka punuar me një trup aktorësh shqiptar dhe realizuan këtë shfaqje, që doli realizua një shfaqje e mrekullueshme. Në fillim u shfaq në Shkodër me Teatrin Migjeni dhe më pas në Tiranë me Teatrin Kombëtar. Vizita quhet shfaqja, e cila u prezantua gjithashtu edhe në Festivalin e Teatrove në Sarajevo, ku fitoi edhe çmim, u prezantua gjithashtu edhe në Milano tani afër. Pra ky bashkëpunim, kjo mënyrë e ndërlidhjes, e ndërthurjes së aktiviteteve është një projekcion internacional, është një fuqi e shtuar që i jep një tjetër domethënie dhe një tjetër rëndësi të gjithë aktiviteteve që zhvillojmë, dhe është e bukur pyetja, nuk është as italiane as shqiptare, është e të dyjave. Zoti Alessandro, në rafshin në personal, ju jeni një person shumë i rëndësishëm si një ambasador i kulturës së dy vendeve, kështu që ndjeni edhe një lloj përgjegjësie, një lloj kënaqësie personale për afrimin më shumë të kulturave të këtyre dy popujve, për ta përhapur sa më tepër, për të marrë dhe të shkëmbyer nga të dyja kulturat, artet e të dyja popujve, aq më tepër që ne duam Italinë dhe shumë e këtë shohim tek brezi i ri, më së shumti dhe tek ata që kanë zgjedhur edhe gjuhën italiane ta flasin shumë mirë. Ju e shihni besoj në komunikimet e përditshme se sa shumë flasin italisht dhe sa shumë e njohin kulturën italiane. Da un certo punto di vista è molto facile. Nga një këndvështrim është shumë e thjeshtë ta prezantosh kulturën italiane këtu, sepse ka shumë interes, por nga ana tjetër është edhe një sfidë. Instituti kërkon të prezantojë disa aspekte të kulturës italiane, të themi më pak që bien në sy, më pak të famshme. Ne kërkojmë të punojmë për shembull edhe tek fusha digjitale, për te atyre më të famshmeve, siç e tham, lirika, kuzhina, muzika, piktura. Por Italia ka edhe një qasje tjetër kreative, e cili siç mund të jetë dizajni apo teknologjia, që është më pak e njohur. Pra përpiqemi që ta shtym punën tonë edhe drejt kësaj gjëje. Nesër, pra në kod, qendrës për hapje dhe dialog, do të hapim ekspozitën personale të mjeshtrit Enzo Cucchi. Enzo Cucchi është një artist i madh, por mbi të gjitha ai në punën e tij ka punuar duke reflektuar mbi thellësinë shpirtërore të artit. Dhe mendoj se ky është një mesazh që Italia mund ta sjellë shumë fort. Arti ka jo vetëm një funksion argëtimi, por edhe një funksion tjetër, thellimi të reflektimit, në thellimin e asaj çfarë ka shpirtërore tek tjetri dhe tek vetë bota që na rrethon. Dhe ky është një mesazh që besoj se në kohën tonë ku jetojmë është një mesazh i fortë, që shkon përtej jetës përditshme që e jetojmë të gjithë. Pra është pikërisht ky dimension shpirtëror që dëshironim që të sillnim, këtë raport me këtë dimension më të thellë shpirtëror, dhe besoj se kjo ekspozit do të arrijë më së miri. Me sa shof janë në dimensione shumë të larmishme gjinit e artit që keni përzgjedhur të bashkëpunoni edhe mes institucioneve shqiptare si për t'i përzgjedhur dhe për të bashkëpunuar me ta. Kështu që është një javë feste, një javë e bukur, një javë kulture, që është në kulmin e saj, është deri në datën 8 qershor, do të kulmoj me koncertin e madh në Butrin, siç e tha dhe zoti Alessandro, me koncertin e Ermalmetës edhe shumë artistë të tjerë të cilët bashkëpunojnë për ta sjellë kaq bukur këtë javë intensive të kulturës italiane në vendin tonë, organizuar nga Instituti Italian i Kulturës me në krye zotin Alessandro. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj shumë suksese në punën tuaj. Grazie mille, grazie. Faleminderit. Tante belle cose. Ne do të shkëputem, ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj, do të shihemi nesër me të tjerë të ftuar, miq, receta, kështu që vazhdoni të
të qëndroni në programacionin e Report Televizion, që jemi nesër bashkë. Mirupafshim.